Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, Kosova po përgatitet për konstituimin e kuvendit dhe krijimin e institucioneve të reja. Sipas përbërjes së re parlamentare, lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 mandate. Ndryshe nga situata e krijuar një vit më parë, ku vendi u përball me bllokadën institucionale, këtë herë disa përfaqësues të komuniteteve jo shumicë kanë shprehur gatishmëri për të mbështetur ngritjen e institucioneve të reja. Deputetja e komunitetit Boshnjak, Emilia Rexhepi, deklaroi se është e gatshme të votojë për konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, duke sinjalizuar mbështetjen për një kabinet të drejtuar nga lëvizja vetëvendosje. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe Fikrim Damka, i cili bëri të ditur se 2 deputetët e subjektit do të votojnë pro krijimin e institucioneve dhe mbështesin formimin e qeverisë Kurti 4. Mbështetja për zhbllokimin e procesit institucional ka dhënë edhe Albert Kinolli, i cili theksoi se interesi shtetëror duhet të vendoset me interesat partijake, ndërsa deputeti Veton Berisha deklaroi se nuk ka qenë asnjëherë pengesë për arritjen e një marrëveshjeje politike. Me këto sinjale pozitive nga përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë, vëmendja tashmë është përshëndruar te negociatat mes partive kryesore parlamentare, nga të cilat do të varet nëse Kosova do të arrijë të krijojë institucione të reja pa bllokada politike.